Është pothuajse pamundur me me gjurmu fondet të cilat Republika e Serbisë investon në Republikën e Kosovës. Miliona euro të buxhetit të Serbisë, të cilat investohen në vend, janë investuar në projekte të cilat kanë afera korrupsioni. Politikani lokal nga Leposaviqi, Rado Mirović, që mbajti për një kohë edhe pozicionin e zëvendës ministrit për kthim në qeverinë e Kosovës, ka denoncuar disa miliona euro të qeverisë së Serbisë, të cilat sipas tij u keqpërdorën në Kosovë. Naši građani su živjeli u jednoj potpunoj zabludi, a ja mogu da dokažem da su finansirane škole, zdravstvene ustanove, vozila su kupovana, ali po enormnim cenama. Dakle, finansirani su dupli projekti. Ja sam sa time hteo da upoznam kako građane Srbe, tako i Albance, da ih upoznam sa tim novcem kako se troši. Pa ispred sebe imam, ako dozvolite, evo jednu fakturu da vam pokažem. Ovo je recimo novac koji je potrošen za nepostojeće igralište u opštini Leposavić. Tada je bio gradonačelnik Zoran Todić. Dakle, ne postoji, u toj ulici to igralište ne postoji. To je iznos od 33.000 eura. A molim vas, ovo je nešto što je zaprepastilo sve nas Srbe. Dakle, opština Leposavić plaća slavu opštini Leposavić za iznos od 9.800 eura. Međutim, tog dana nije ta slava. To je klasična zloupotreba novca. Dakle, evo, pozivamo istražitelje, tužioce da se pozabave ovakvim dokumentima i da vidimo gde je taj novac otišao. Miliona që qeveria e Serbisë i ka investuar në Kosovë nuk janë transparente, ndërsa qeveria e Serbisë në asnjë rast nuk ka pranuar të ofrojë qasjen të dhënat e këtyre projekteve. Gazetari Kreshnik Gashi, i cili ka ndjekur përse afërmi disa prej këtyre investimeve, shpjegon se fondet përfunduan në llogaritë e kompanive të lidhura me njerëz të politikës e më pas edhe u përdorën për të financuar politikan të listës serbe. Për gazetarët edhe hulumtuesit e pavarur është pothuajse pamundur me gjurmu fondet të cilat Republika e Serbisë investon në Republikën e Kosovës, sidomos programet të cilat lidhen me subvencionim të çështjeve të sportit, artit, kulturës, po edhe me investimet kapitale. Pra, nuk ka një platformë ku gazetarët mund me hyrë dhe me pa dhe me kuptu se cilat fonde i ka investu qeveria e Serbisë në Kosovë në programet ndryshme. Ngjashëm nuk mundet as të gjurmohen pjesa e fondeve të cilat vinë dhe shkojnë ose trasohen në rrugë të ndryshme tek organizatat jo qeveritare të cilat operojnë në vendin tonë. Kjo realisht ka pamundësu punën e gazetarëve që me mri edhe me kuptu se qysh po menaxhojnë këto fonde dhe qysh po përdoren fondet si të tilla. Qeveria e Serbisë në vazhdimsi ka refuzu kërkesat, nuk është përgjigj në kërkesat për çastën dokumente publike në cilat kemi kërku me marrë dhëna konkrete se ku kanë shku këto mjete, e kjo ka pasur si pasojë një investim tjetër i cili është në vazhdimsi është bo tek ambienti politik në vend, pra parët të cilat kanë ardhur prej qeverisë së Serbisë, të cilat janë përdorur në Kosovë nëpërmjet kompanive të ndryshme, janë thjesht janë trasu pastaj te grupet të ndryshme të interesit e manej edhe janë financu partitë politike, sidomos lista serbe.